Sot nisi investimi madhor për rezervuarin dhe pedonalen e qytetit të Pukës, një investim i cili pritet të ndryshojë imazhin e qytetit të Pukës, secili fal këtij investimi pritet të marrë dimensione të tjera. Janë 2320 m2 shesh dhe 124 metër linar rrugë. Do fillojnë punimet tesh, sapo fillojnë punimet në Bashkinë e Pukës. Realizimi i saj është më në afatit 10 mujor. Gjitha punimet që do ekzistojnë janë të projektuara me projekt dhe janë me sheshi, ky sheshi i madh është para bashkisë, me lule dhe me stola, me shadrivan, me gjitha. Kjo është pedonala kryesore që lidhet me këtë sheshin këtu të voglin para turizmit, këtu. Dhe gjithë pedonala e rezervuarit që përfshin këtu është me stola, lulishte, drita ndryshimi. Dhe pedonala komplet është krejtësisht kamësor kjo këtu, që është shëtitore kryesore e liçenit. Kryebashkiaku Gjone e njoh më pas ministrin e jashtëm Bushati, me element të tjerë të këtij investimi, i cili synon të kthejë Pukën në një destinacion turistik. Kjo është një mallësi jashtëzakonisht e madhe, ku do të ketë gjithë elementet atraktiv të shlodhjes, të ecjes, të vrapimit, të rrugës kamësore dhe asaj me bicikleta. Dhe të cilët do sillen vëmendjen e çdo qytetari, një sjellje e tillë ndaj ambientit, gjithashtu do të zhduket kjo qendër infeksioni, me qenë se këtu kishte derdhje të ujërave të zeza dhe tjerë, ishte bërim infeksioni. Me masat që do merret me projektin, është një projekt unikal që nuk e ka asnjë vend në Shqipëri dhe bëhet një lidhje me qytetin e cila do të jetë në unison të plot, duke bën edhe këtë pjesën këtu të rregullimit të këtij rezervuari. Kjo do sjellë domosdoshmërisht lëvizjen e lirë të fëmijëve, moshave të treta, por ajo që është edhe më e rëndësishmja është sepse këtu në qoshën ndodhet spitali, ku për cilin ky do të jetë një objekt shlodhës, argëtues, edhe i ofron një ndihmë të madhe këtyre çmorëve për të qenë sa më afër ambientit. Kështu që këtë ne do ta bëjmë në parametra bashkëkohore, këtu një staf i zyrëve të projektimit me tanë shkrelin kry, kanë bën zbërthimin e atij plani paraprak, po ashtu kanë futur elemente të ri, të cilët janë në përputhje të plotë me zhvillimin evropian, edhe kjo do të jetë një qendër jashtëzakonisht e madhe, ku edhe gjatë periudhës dimërore do shërbejnë një pjesë e saj edhe për patinazh. Gjatë cilën kjo nuk është kërkuar në Shqipëri, por kjo do bëhet këtu, dhe kështu që ne do ta ndjekim hap pas hapi, duke pas besimin e plotë të kontributit e ndihmës që do na jep qeveria shqiptare. Sot nuk është koha për të bërë projekte për projekte, sot do të bëjmë projekte konkurruese, të cilat janë përputhje plot me zhvillimin e vendit. Kështu që edhe Puka, si gjithë qytetet e tjera, do marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm, edhe ne do jemi në qendër të vëmendjes për ta ndjek, për ta shikuar zbatimin e këtij projekti. Një jashtëzakonisht mirë kryetari që Puka ka një prej projekteve më cilësore, edhe fakti që kam siguruar mbështetje nga qeveria shqiptare apo nga organizma të tjerë është pikërisht për shkak të cilësisë projektit dhe vizionit që kanë projektet. Prandaj ne do të vazhdojmë bëjmë më shumë punë për Pukën, më shumë punë për banorët e kësaj zone dhe gradualisht me vizionin, me përkushtimin tuaj, ne do ta nxjerrim Pukën nga stadi që ka qenë deri tani, një lloj xhepi i krijuar me të padrejtë në për shkak të mungesë të vizionit, për shkak të mungesë të përkushtimit ndaj komunitetit që ju keni demonstruar. Prandaj jam i bindur që ne do bëjmë më shumë punë së bashku edhe me Paulinin, por nuk diskutohet me mbështetjen kryesore dhe të kryeministrit, i cili ka dëshmuar për kujdesje për këtë zonë. Me që është edhe rasti të i kamera në uftojmë edhe gjithë banorët në mbështesin edhe neve. Në mbështesin Partinë Socialiste, mbështesin të reformat që t'i vazhdojmë. Këto punë që janë tani këtu, mos i lëmë gjys, po t'i vazhdojmë. Kjo është ajo që duam. Ta rregullojmë, ta bëjmë të Pukë që të kemi atë dëshirë, atë ndjenjë më ardhmë me ne për kokët shefit. Kjo është gjitha arsyeja që edhe banorët mbështesin me gjitha forcat, që t'i vazhdojmë këto investime të mëtejshme.
Afati për kryerjen e këtij investimi është 10 muaj, ndërsa tashmë takon firmës sipërmarrëse që të angazhojë forca dhe mjete për të intensifikuar punimet.